Përshëndetje të nderuar miq, jemi përsëri në podcastin Flasim Arbërisht. Podcast I cili synon të sjellë në vëmendje të gjithë shqiptarëve në Shqipëri, në Kosovë, Maqedoninë e Veriut e sigurisht atyre që e përjetojnë këtë realitet të bukur të folurit në gjuhën shqipe arkaike të italianizuar ose gjuhën arbërisht. Sot kam kënaqësinë t'ju bëj me dije që do të flasim me zonjën Fernanda Pugliese, e cila është një nga aktivistët më dinamike të mbrojtjes së kulturës arbëreshe dhe të gjuhës arbëreshe në të gjitha në mënyrë të veçantë në Molis, por për të gjithë shqiptarët e Italisë. Faleminderit zonja Pugliese që pranuat ftesën. Faleminderit. Është kënaqësi. Në Molis, gjuha arbëreshe ruhet më mirë se sa në vendet e tjera, se në Kalabri, se në Sicili apo diku tjetër? Molisi flitet shumë arabishti te Albania të Sud, dialekti tosco. Dialekti tosco, po. Ishte një gjuhë që më shpejt të flitjen ka gjithë shtëpitë, gjithë gjindja, kreature të vogla, të mdhenje, jëmre, jatre, joshre, tani flitet më pak. Flitet ka kundestet kur trimet janë bashkë, ngë flitet ka skoa, ngë studiohet ka skoa. Pra ju me shoqatën tuaj bëni kurse të gjuhës, çfarë ju ofroni ju të rinjve në shoqatën tuaj? Që është një shoqatë 10 vjeçare apo jo? Në shoqatën jone, që ishte shoqate Kamastra, ka 30 vite që bëmi shumë aktività nga diherë ka viti bëmi korset të gjuhës arbëreshe, kultura, tradicioni e I tërgomi online, më shpejt I bëjmë ka tundet, ka hortë, vejëm na, vejën profesoret, bërëm edhe korset për formacionën të profesorëve, korset që ndurisën 2 vite, për t'i formojëm mirë. E formojtëm shumë profesore, shumë nevojitën docentët pra. Unë takova një grup të rinj, të cilët ju kishit qenë ideatore e sjelljes së tyre në Shqipëri, së bashku me profesoresën Diana Kastrati ose Qendrën e Studimeve dhe Publikimeve arbëresh, dhe ata më thanë, pjesa më e madhe e tyre në përjashtimet të vogla që e flisnin gjuhën arbërishte. Kjo është një gjë e mirë, se gjimnazistë rinj para. Na flasmi ka gjithë kondestet, shkrumi bërëm toponomastika ka hortë, dëmi shumë iniciative dhe shumë vasu për të ndihmi gjindën të kapirnjën që është importando kjo gjuhë që na flasmi. Pra për të kuptuar që kjo gjuhë që flasmi është shumë e rëndësishme. Ashtu, pse më shpejt thojen ke ngëduhshi të flitshi arbërishti, pse në ngishi importando, e kish flitshi gjuhë italian. Na ka skoa mësojtëm italianin, pse ka shpia flitjem në gjithë. Però një fati bukri që do thome, a thëmë sembra ka gjithë anë, e na që flitim arbërisht, kur vejëm ka skoa, sia ka skoa të veglje, ka superioret, edhe ka università, na ishëm më brave ke gjithë. Mirëm vote shumë alto, dhe u kishëm nisur ka një gjuhë që në ngishi jona, që ngishi italian, insomma, në ndihu, kifat, ke na flisim një të gjithë, në ndihu shumë. Në rast se do vendoset, si që edhe po flitet, që gjuha arbërisht të mësohet në mënyrë të detyrueshme në shkollat fillore, në Molis, ka kjo zonë docentët e duhur për ta mësuar këtë gjuhë për fëmijët? Mësojtën parecchio docente, shumë docente që bërën korset, però këto docente nëni kanë punë këtiret horë, këtiret qytete, e quindi na ka të bëmi tire korse, për t'i preparomi vit për vit. Pra duhet fillimisht bërë kurse për të mësuar docentët, pastaj nxënësit. Si. Po, a duhet njësuar gjuha arbërishte, sepse unë pak eksperiencë kam, po kam vënë re që nga Katundi në Katund, apo nga komuna në komunë,
fliten dialekte të ndryshme. Janë shumë variante dialettale nga ka një horë tjetër, però capiremi, kur flasmi, ish Kuptohen. buhajon. Però është bukur kur ikmi një fjalë që është thënur në tjetër mënyrë. Ish sembra jo, però është thënur në tjetër mënyrë. Drejt. Pra duhet njësuar. Në fakt, a do sugjeroni ju një kongres gjuhësor për këtë gjë? Si e gjykoni idenë e hedhur? Një kongres gjuhësor ku të vinë gjithë gjuhëtarët nga Shqipëria, Kosova, edhe nga Arbëria në Itali, të ndërtojnë njësimin e kësaj gjuhë. Kongreset gjuhësore janë fenomenet njohura në gjithë botën, edhe në historinë shqiptare. Na ndërryshirmi të bëmi një kongres ashtu, jemi shumë kontent, però ka të na ndihje kur një botë institucionet, hortë, bashkitë, regjuna, ka të na ndihjen se për të bëmi këto iniciative duhen edhe soldet. Po duhet. Ka një iniciativë ligjore nga deputetja e 5 yjeve Ana Oriko, e cila parashikon edhe zërat financiare. Nuk është votuar akoma, është depozituar, po duhet mbështetur. Tashi, kur t'ju vinë për të kërkuar votën, duhet i kërkoni këtë gjë, deputetëve. Na kam orizi tjetëm para region që bëri ligjen regional si për minoritetet lingvistikë, kam 25 të mujt gjunjit të vitit 1900 në qershor të 1999. Është 482, 482, ligji 482. Më shpejt che 482, che la legge 482, u bëhen në ligjet regional, ka Po, një shekur. duhet bëhen patjetër dhe ligjet rajonale. Më ligji vjeti a para region që bëri ligjen regional. Funzionojti për parecchio vit. Dopo ka këto vitre që janë nani, kjo legjë nga keti më financiur, kjo ligje nga keti financiur e nga vetë mirë. Drejt, duhet financuar, çdo gjë duhet. Bile, unë kam sugjeruar publikisht që të ndërtohet një akord tjetër Rama Meloni, pra kryeministri i Shqipërisë me kryeministrin e Italisë, për të ruajtur gjuhën, sepse kur e marrin përgjegjësinë dy kryeministra, padyshim institucionet veprojnë, kalojnë zërat financiar dhe sigurisht ashtu siç u bë për pensionet, ashtu siç u bë për refugjat afrikan, të bëhet edhe një marrëveshje Rama Meloni për të mbrojtur gjuhën shqipe, e vjetër shqipe të italianizuar dhe të mësohet në shkolla që trinjt të mos e harrojnë. Ja, ishte ashtu. Ka hortë ku e ka qytetet ku janë albanezët që erdhën ka vitret prapa, hapën dhe skout për Shqipin, për të biret ta njënës që unë zëdjun ka Italia, e janë bukre skohu vizitoj, ta keta puro ka presentaciona ta këtire iniciative, per esempio Pescara, që ishte ajo Silvana Nuccio Dogani, që bërë një sheku hapi sto ka një sheku vende, e shumë bukur. Një fatë që ve bashkë juhën për ta mësonjën të birtë, të bilta albanese, të shqiptare, drejt. Në një vajtëm e u këta shumë, pata shumë hare, pse ke bërëm njës paragon, ta arbreshi, a vitri, e Shqipi të sotshë. Quindi arbreshi ta një me moti, ma migrantët të sotshë, këti një fatë shumë i bukri. Programet e RAI që po bëhen për në Kalabri, nuk po bëhen për Molisin për shumë, nuk po bëhen për Sicilin, mos ndoshta po bëhen sepse ka zgjedhje Kalabria? Allora, kur u bëhë i pari kongres ka senati, na u vajta, Pola dhe ministret që ishën ka ke kongres, e ishi anche pur Diana Castrati, però ishi in Canal Albanis da remoto, fliti vetë, e ketën morën shumë akorde, però pas, kur emendamenti shkojti, Calabria vuri soldet për të kishi Regione Calabria ka paguajti. Regione Calabria paguajti, però u jam
contatto shërbenjën si për tire ka shumë vit, janë o harru shpuro ka sa vit që me shërbemi, però il capostruttura ishte një mikimi të Molizit, capostruttura programmazione te Calabries, e na gjegemi shpejt, e lasmi Të si vinë edhe për ke juve, ta bëjnë kudo ku janë arbëreshët. Jo, e para duhet thënë atyre që ky ligj, këto programe duhet kishin filluar me kohë dhe janë vonë tash. Po më mirë vonë se kur. Këto programe nani ka programacione që bërën do të rajt, vurën një pundat nga një horë, nga një katun, do një hora të Calabries, dhe programe monografi, programe raj, e i mje shohmi të bëmi dhe ndonjë program të Molizit. Duhet pa tjetër. Në Molis, në 4 ora që janë në Molis, çfarë kishe kanë këto ora? Kanë kishën e ritit bizantin apo ritit bizantin dhe latin? No, horët e Molizit kanë gjithë rritin latino. Vetëm një horë të Brucit, Villa Badessa, një fraksion, një horë zavogla, che ka rritin greco-bizantino, bën part ka eparkia të Lungro, ka Calabria. Po, ju nuk është se arbëreshët flasin greqisht, se unë besoj, është teori, që arbëreshët e kanë pranuar rritin bizantin edhe për faktin që të mos asimilohen. Sepse po të ishin njësoj me italianë, do asimiloheshin. Rasti arbëreshëve është rast unik, të cilët janë integruar në shoqërinë italiane në mënyrë perfekte, por nuk janë asimiluar. Edhe kjo e kishës mund të jetë një fenomen. Si e gjykoni ju? Këto fate shëdojtën ka vitret shumë sekule fa, infatti riti che ti nguitur ka viti 1696, te opera të një vekrift të Marinit, Monsignor Catalani, e pse kisha latina dishi sëmëllur gjinës të tire horve. Però gjuha u ba. Edhe ora e Piana degli Albanesi, njëherë quaj Piana dei Greci. Pastaj u pyetën, a jeni grek apo shqiptar? Jemi shqiptar. Po i quheni Piana degli Albanesi, janë Piana dei Greci. Më shpejt hort torna neve ka toponomastika e atë kishën e kanë emre grek, Piano dei Greci, Viego dei Greci, Largo dei Greci, Chiesa Greca, però në mënyrë të gabuar, se ju jemi gjaku i shprishur, jemi të gjithë shqiptarë. Gjaku i shprishur, nuk jemi grek. Po mund të ketë grekësh i lirë dikush të ndihet grek, por nuk mund të flasin emër të gjithë arbëreshëve sikur jemi grek, se kemi ardhur nga Marea, thotë. Erdhëm nga Marea, però është dhe një të fat që ka gjuha shqipe e gjuha arbëreshë janë shumë prestiti linguistici. Po, patjetër, huazime gjuhësore. Fjalë me mororkua. Po, kemi edhe ne në gjuhën shqipe fjalë të huazuara italiane për shembull. Janë shumë fjalë italiano, ma ka shqipi të një dhe heri, ka arbreshi të një dhe heri, janë shumë fjalë arabe. Edhe arabe, po 500 vjetë në turq ne kemi fjalë turke sa të duash. Turke janë shumë, gjuha ishte bukra, ishte pëgata, kur ka shumë fjalë që vinjën kanë ati vetë. Kjo pasuron gjuhën, për shembull ju keni dialekte të ndryshme në komunat, në orat që ju jetoni. Kjo mund të pasuroj historinë gjuhësore, por kur të bëhet mësimi i detyruar në shkolla, duhet të jetë i njësuar, duhet të jetë një gjuhë e mësuar, e cila jo vetëm të flitet, siç është bërë deri tani, po edhe të shkruhet. Kur u laureosh ka Universitate Bari, e bata një profesori im ishi një albaneze
nord dell'Albania, Marlecaj, professor Luigi Marlecaj. E mua, që profesor më mësojti shumë fate, u bëra tezën ku gjeta emre e fjalë turke, arabe, italiane. Patjetër. Do të thënë, duhet edhe që ne duhet të letrarizuar disa fjalë turke, duhen hequr disa fjalë hequr. Letrin në pjesën e historisë. Po të marrin emra shqipe, të fusim emra shqipe, të evoloj gjuha letrare. Në një veka korset që bëmi, kur kapiton, thomi dhe këto fate, lumi bënda mësonjën gjindjat që signifikon, e pse ishte importando che ka tjenë këto skambje kulturale. Shkëmbimi kulturor është i bukur, është i nevojshëm. Janë fermo, tunden, zmëvohen, mbërkece, bë parte të bukre. Drejt. Vetëm të rinë tashi duhet t'i motivojmë që të ndihen krenar që janë arbëresht, të mësojnë gjuhën e mrekullueshme që është gjuhë e Zotit përderisa kanë mbijetuar në 5 shekuj, në një shoqëri kaq të zhvilluar se ajo italiane. Edhe ata ta kuptojnë që origjina e tyre është shqiptare, gjuha e tyre është një nga gjuhët më të vjetra që ekzistojnë, sipas shumë studive të fushës, kështu që ta mësojnë në shkolla dhe të shkojnë të studiojnë në Amerikë, në Francë, në Gjermani, po ama të kenë me vete gjuhën e origjinës së tyre. Kjo është një detyrë që e kemi gjithë ne. Edhe shtetet përkatëse, Italia dhe Shqipëria, besoj unë. Në me Shqipërinë jemi shumë gjëri, thonë. Po, tjetër. Madre patria i thuhet. Jemi gjëri e kemi la fortuna, thonë, che flasimi di gjuhë, u kam një besë që flet vetë javisht të spanjës, vetë flet spanjolo, flet inglez, se inglezi tua franca. Normal, gjithandej flitet anglisht, edhe fëmijët e mi. Flet italiano, e dopo vjen nga dita, nga një herë ka java ka u, për të flasi arbërisht. E i pëlqen shumë. Donë, është bukur. E më gjuhë di, e më të hapet inteligenca, më të hapet... Tjetër, sa më shumë gjuhë të dish, aq më kapacitet intelektual ke. Kjo është një gjë që dinë edhe të rinë që ta mësojnë. Zonja Puledhe, unë ju falenderoj për intervistën që bëm edhe për Radio Radikale në italisht, po edhe në gjuhën e mrekullueshme arbërore, që po e bëjmë në podcastin Fjasim Arbërisht. Ju falenderoj shumë. Të haristisin shumë, në greqismo të haristisin. Ju e thoni haristisim, të falenderoj. Falenderoj, e të presmi, në shumë kënaqësi. Qendri studi të gjuhës arbëresh e të gjuhëve të detit mediterraneo. Do t'jetë një nder për mua të vi. Do t'jetë nder. Faleminderit shumë. Faleminderit dhe ju të nderuar miq që na ndiqni në podcastin Fjasim Arbërisht në kanalin e YouTube-it Artur Nura Channel. Nga unë Artur Nura, mirupafshim në intervistat e ardhshme.